Horoskopi ditor e njëte 17 prill 2025. Në jetën tuaj në çift është partneri që si gjithmonë do të bëj komplimenta dhe do të mundohet të ruaj një klimë sa më të ngrohtë. Ju nga ana juaj mundohuni të paktën të shprehni ato që ndjeni. Beqarët do të kenë fat sot dhe do i gjejnë personin më të përshtatshëm. Në planin financiar do të jeni mjaft organizuar dhe do e dini mirë sa shpenzime të kryeni. Demi. Çdo gjë do të shkojë më së miri sot në jetën tuaj në çift. Nuk do të keni asnjë debat apo mosmarrëveshje me personin që keni në krah. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë, sepse gjërat me ngut asnjëherë nuk dalin për mirë. Në planin financiar duhet të bëni çmos që të ekuilibroni sa më shpejt situatën, sepse po kaloj koha gjërat mund të ndërlikohen. Binjakët. Ambient mjaft i ngrohtë sot për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni më afër se kur me partnerin tuaj dhe do të kuptoheni edhe pa folur. Për beqarët, klima do të jetë e kontrastuar, kështu që më mirë të qëndrojnë edhe sot ashtu si janë. Ditë më të mira do të vinë më vonë. Në planin financiar nuk do të keni as pak vështirësi. Megjithatë, nuk duhet as të prisni që të pasuroheni menjëherë. Gaforia. Yjet do të ndikojnë negativisht tek jeta e çifteve. Nuk do të kaloni shumë kohë me partnerin dhe her pas here do të ndiheni të vetmuar. Për beqarët do të ndodhin gjëra të papritura sot dhe rrjedha e jetës do të ndryshojë një herë për gjithmonë. Financat do të përmirësohen si me magji, fal një ndihme goxha të madhe që do t'ju japin të afërmit tuaj. Luani. Lidhja juaj do të marrë bekimin e yjeve gjatë kësaj dite dhe gjithçka do të shkojë për mrekulli me partnerin. Zënkat nuk do të jenë as pak pjesë e jetës tuaj. Beqarët do të kenë disa takime dhe do të marrin propozime interesante. Shfrytëzojeni sepse jo gjithmonë mund të ketë raste të tilla. Financat fatmirësisht do të mbeten në një gjendje të qëndrueshme dhe jo problematike. Virgjëresha. Çiftet që kanë pak kohë që janë lidhur mund të kalojnë ndonjë krizë të vështirë gjatë kësaj dite. Mos u nxitoni të thoni fjalën e fundit që në fillim. Ata që kanë një lidhje afatgjatë dhe të fortë nuk do të kenë probleme. Beqarët do të kenë një ditë normale dhe pa surpriza. Në planin financiar do të keni shumë besim tek vetja dhe do e dini mirë se sa duhet të shpenzoni. Peshorja. Të dashuruarit do të kujdesen për çdo detaj gjatë kësaj dite në mënyrë që jeta e tyre të jetë sa më e bukur. Beqarët me shumë gjasa do të bien në dashuri me një person humoristik dhe mjaft të këndshëm. Gjithçka mund të ndryshojë për ta. Të ardhurat do të kenë paksime sepse do t'ju duhet me patjetër të kryeni disa shpenzime të domosdoshme. Akrepi. Ditë mbushur me çaste të lumtura, kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do t'ju duket vetja sikur jeni në një ëndër pranë atij që doni. Beqarët do të refuzojnë disa persona, që edhe pse në dukje nuk duken interesant, janë të veçantë dhe mund t'i bëjnë të ndihen mirë. Ky mund të jetë një gabim. Financat do të jenë të mira. Është koha e duhur për të kryer investimet e menduara. Shigjetari. Në përgjithësi jeta në çift do të vijë duke u përmirësuar sot. Megjithatë, mund të ketë edhe nga ata që i vazhdojnë debatet dhe mosmarrveshjet. Beqarët do të kenë veç se mundësi për aventura kalimtare dhe pas një të ardhme. Në planin financiar do të jeni shumë të zotët dhe do të arrini t'i menaxhoni si duhet të ardhurat. Edhe pse do të shpenzoni, gjendja mund të mbetet e mirë. Bricjapi. Mos të ndëroni më shumë se sa duhet sot në jetën tuaj në çift. Sepse realiteti mund të jetë i hidhur dhe mund të zhgënjeheni tej mase. Beqarët do të jenë ambicioz dhe nuk do të kënaqen me takimet që do të realizojnë. Ky do të jetë një gabim i rëndë. Financa do të kenë përmirësime të vogla, por që mund të ndihmojnë të zgjidhni disa halle të hershme. Ujori. Ditë jo shumë e mirë kjo si për çiftet ashtu dhe për beqarët. Asgjë nuk do të shkojë ashtu si ju e kishit menduar dhe nuk do të përjetoni dot asnjë emocion pozitiv. Ata që janë vetëm
më mirë të gjejnë një mënyrë për t'u argëtuar dhe për të mos e mbajtur mendjen te krijimi një lidhje. Nëse doni t'i stabilizoni financat, duhet të dëgjoni këshillat e më të mëdhenjve. Peshqit. Yjet do e favorizojnë mjaft sot jetën tuaj në çift dhe pasioni do të jetë akoma edhe më i zjarrt se më parë. Shfrytëzojeni ditën deri në sekondën e fundit. Beqarët më në fund do të kenë edhe dashuri me shikim të parë. Gjithçka do të jetë edhe më e bukur për ta. Me financat, gjëra do të ecin si duhet. Nuk do të ketë as pak vështirësi edhe për të kryer disa investime.